Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në këtë episod të radhës të Epokast. Për disa, universiteti është një periudhë 3 vjeçare, ose ndoshta edhe 5 vjeçare jetës së tyre, ku ata ndajnë kujtime dhe momente shumë të bukura. Për disa të tjerë, ky rrugtim vazhdon, nga bankat e studentit në katedrën e mësuesit. Dhe e ftuara sotme është pikërisht një histori e tillë. Ajo quhet Amela dhe ka mbaruar në Epokë në periudhën 2017-2020. Dhe tashmë është rikthyer në katedrat e Epokës si një mësuese. Përshëndetje Amela. Përshëndetje Redi. Sot je përballë mikrofonit jo si një mësuese, jo si një zysh, por si Amela. Dhe Amela si po e kalon këtë fazë të jetës? Për te çdo gjë, për te klasës, për te studimeve. Do thoj që është një fazë e jetës e qëndrueshme, është një fazë e jetës që ka një lloj stabiliteti, ka një lloj qetësie, por në të njëjtën kohë transformuese. Thjesht mendoj se në këtë fazë të jetës transformimi është pak më i butë. Pak më i butë? Po, pak më i butë, do thoja unë. Në çfarë sensi? Nuk ka shumë dinamika. Nuk ka shumë dinamika krahasuar me çfarë kam qenë studente. Pikërisht me dinamikat e qenë studente. Tashmë kur futesh në derën e shkollës, ka atë traun aty dhe jo më si studente. Çfarë ndjen? Ndjen një nostalgji apo një farë emocioni tjetër? Kur kaloj atë traun aty dhe kujtohem që duhet futem dhe duhet të jap mësim dhe duhet të jap më të mirën time për të shpjeguar një uritë që unë kam tashmë studentëve, është më shumë përgjegjësi. Po është e pamundur të ndjesh nostalgjike kur ti hyn për të dhënë mësim në ditët auditore që ti dikur ulesh e vetë dhe dëgjoje mësimin. Kështu që mendoj se është një miksim shumë i bukur i që të dyja këtyre ndjesive. Absolutisht, madje si thon roli mësuesit është roli më i bukur në botë. Por epokan vetë për ty, nëse ishte një person, se i ke provuar në dy perspektiva, mund të thuash, okay, në një pikë ishte mësuesi, në një pikë tani mund të quhet edhe në thonjza punëdhënësit. Si do përkufizoje? Unë kam thënë gjithmonë, edhe kur kam qenë studente, por më shumë këto epitetet e epokës më kanë ardhur në vit të dytë të studimeve të mia, sepse e njoha pak më shumë si universitet. Kam thënë gjithmonë dhe vazhdoj ta them edhe studentëve të mi që nëse do kishte një emër tjetër ose nëse do kishte një rol tjetër epoka në jetë, do ishte disiplina dhe rregulle. Pra, këto ndoshta kur je studente nuk e kupton se sa rëndësi ka, por më vonë ti e shikon se çfarë kulture të ka formuar epoka në të vërtetë, edhe ajo mënyrë se si ti ke menaxhuar kohën tënde, se ti ke menaxhuar durimin tënd, nervat e tua dhe vullnetin që ke pasur për të studiuar ose për të marrë me aktivitete të tjera, e shikon se çfarë frytesh kanë dhënë më vonë. Kështu që patjetër këto fryte janë si pasojë e disiplinës edhe i rregullit që ka si universitet. Edhe padyshim pjesë aktivitete dhe në epokë nuk ka munguar dhe nuk besoj se do mungoj dhe në të ardhmen. Dhe ju keni qenë ndër ato studentë që gjithmonë keni spikatur në ato që ju organizoni dhe merrni përsipër. Ndoshta që pjesë senatit, aktivitete të ndryshme, si ju përfshikni? Pse dolën nga ajo dega juaj dhe vendosët të merresh edhe me çështje në thonjza politika studentore? Po. Unë kam qenë pjesë e senatit akademik, pra kam qenë presidente e këshillit studentor, kam marrë pjesë në shumë klube të tjera, presidente e shumë klubeve, board member të tjera me radhë, por ka ardhur shumë gradualisht. Pra unë, nëse më lejon të tregoj diçka të shkurtër, kur kam ardhur, kur isha në gjimnaz, edhe më duhet të zgjidhja, të bëja zgjedhjen se ku do të shkoja në universitet, kisha disa të afërmit e mi, kushërinjtë e mi, që më thoshin bëj çdo gjë, domethënë mëso mjaftueshëm sa për të marrë lëndën, sepse është shumë e vështirë. Edhe unë këtë do luftoja, domethënë me këtë mindset erdha, gjë që është shumë i gabuar. Erdha dhe pash studentët, pra pjesën tjetër të klasës, që në javën e parë po bënin ato llogarit si mund ta nxjerr këtë AA, si mund ta nxjerr BA, që ishin nota shumë të mira, 9-10 dhe thosha për vetë, do arrij unë ndonjëherë të bëj ato gjëra, domethënë. Kanë gjë ndryshe. Çka kanë ata, domethënë që unë nuk e pas kam. Edhe por pastaj shumë gradualisht
ulet e bankat e shkollës, po dëgjoja me kujdes, kuptova që shiko se edhe unë mund ta bëj atë gjë, pra edhe unë mund ta arrij te kjo nota e mirë, edhe unë mund të futem te këto klubet. Dhe përfshirja në klube pastaj ka ardhur shumë graduale. Pra ka marrë pjesë vetëm në një aktivitet që atëherë u bënte në kuadër të Sensitive Society Club për të ndihmuar. Vazhdon akoma. Dhe është një klub që unë akoma e kam shumë për zemër. Më vjen shumë mirë që vazhdon. Atëherë po shpërndanin ndihma për fëmijët në nevojë dhe për familjet në nevojë. Dhe aty u njoha me pjesën tjetër të grupit, të klubit që ishte atëherë. Ato ishin board members ose active members të një klubi tjetër dhe kështu me radhë. Dhe kështu kryej senati e lidhja fort. Po si ka qenë të përfaqësosh studentët? Përfaqësosh zërin e klubeve dhe të klasës, senati? Dhe të klasës dhe të shkollës. Dhe të shkollës, pra sepse je urlidhse midis studentëve, pedagogëve dhe unë rriti jam bërë presidente e Këshillit Studentor, ndoshta në vitin akademik më të vështirë që ne mund të kemi hasur. Dhe ai ka qenë viti 2019-2020. Në vitin 2019 gjithë e dim se tërmetin e tmerrshëm që ndodhi dhe preku shumë student, shumë familje, dhe më vonë, vetëm disa muaj më vonë, ndodhi pandemia, që për të cilën e gjithë bota nuk ishte e përgatitur, jo mo ne. Dhe në planet e mia, kur unë zgjodha presidente, as nuk e mendoja që unë do isha pjesë këtyre ndryshimeve, do i thoja kaq të mëdha dhe isha totalisht e papërgatitur. Sepse janë probleme globale, nuk është diçka brenda studentëve të shkollës. Ose nuk është diçka që varet në dorën time ose në dorën e studentëve që ne mund ta zgjidhni. E vetmja gjë që kam bërë është që unë kam qenë shumë afër studentëve. Unë mund të jem futur ndoshta në çdo grup të mundshëm WhatsAppi, në çdo grup të mundshëm emailësh për t'i dëgjuar me kujdes se çfarë ato e shqetësonin, çfarë shqetësimesh kishin. Dhe më pas të gjitha këto shqetësime duke i strukturuar dhe duke ja komunikuar mirë pjesët me senatit akademik, mund të them që edhe sot jam mirënjohëse shumë fakt senatit akademik, janë marrë të gjitha në konsiderat. Pra dhe ka qenë një, prandaj them dhe sot jam shumë mirënjohëse sepse atëherë ka qenë një mbështetje shumë e madhe për studentët. Që akoma vazhdojnë të jenë dhe zëri studentëve gjithmonë dëgjohet. Asnjë nuk bie në vesh bosh, gjithmonë ka një reagim, ka një bisedë, ka një zgjidhje për problemet që janë. Dhe vërtet që idetë të studentëve aty, domethënë idetë që vijnë nga studentët në senatin akademik, të gjitha diskutohen, trajtohen dhe trajtohen me dëshirën për t'i zgjidhur dhe me dëshirën për t'i marrë, për t'i zbatuar. A mendojnë që këto aktivitete ose këto virtyte që ke fituar gjatë kohës si studente, po gjatë pjesës së senatit, tani të ndihmojnë në rrugën tënde pedagogike? Patjetër. Jo vetëm në pedagogji, por edhe në industri, se unë kryesisht pra vi nga industria, po edhe në industri patjetër. Pra, gjërat disa tipare ose disa aftësi që unë kam fituar është një komunikimi, dy është bashkëpunimi dhe leadershipi. Këto do i veçoja si aftësi që unë i kam fituar me kohën, mirë po janë aftësi që se ja tregoj këtë shpeshherë studentëve që shiko se ju do fitoni nëse merrni pjesë te ky grumbull aktivitetesh ose te ky klub ose te ky klubi tjetër, do fitoni disa gjëra që do ju vlejnë për gjatë gjithë jetës, se në momentin që ti i fiton këto gjëra nuk i heq dot, bëhen pjesë e jotja, nuk harrohen, janë cilësitë e karakterit tënd më vonë. Dhe në momentin që i them këtë, thonë, po mirë zysha, po ja ne do marrim pjesë aty, që do fitojmë pra. Këto janë aftësi që nuk fitohen dot me një ose me dy aktivitete. Janë aftësi që duan që fitohen me këmbgulje edhe me të qenurit shumë aktiv. Po, të qenit aktiv si fitohet që të fitosh këto aktivitete të tjera, lind pyetja? Të qenurit aktiv, unë gjithmonë jam me parimin që ti duhet ta duash atë gjë që do të marrësh pjesë, aty ku do shkosh, ose atë gjë që do organizosh. Në qoftë se ti nuk fut në mes pasionin tënd, qoftë edhe për një aktivitet të vogël që ti po organizon, që ti po ndërton, qoftë se nuk fut pasionin tënd, dëshirën tënde, vullnetin tënd, kohën tënde dhe nervat e tua, ti nuk mund të arrish kurrë që ta bësh ashtu siç duhet. Dhe në momentin që e bën këtë një herë, nuk ka më kthim pas. Do të duash ta bësh vetë gjithmonë, sepse të vjen natyrshëm gjithmonë, krijon atë idenë se në fund të një gjëje që del
shumë bukur, ti ndihesh dhe krenar për veten. Edhe ne mundohemi shumë komplet si staf akademik që t'i bëjmë studentët që të ndihen krenar për arritjet e tyre. Se në momentin që ata ndihen krenar, më pas realizojnë gjëra akoma më të bukura dhe janë të motivuar akoma më shumë dhe si pasojë janë akoma më shumë aktiv. Është shumë e vërtet. Zyshe, e ke menduar ndonjëherë kur ishe studente ti thoje vetes që një ditë do vi këtu, por në një rol tjetër? Po, kur e kam menduar kur kam qenë në vit të fundit bachelor. Në vit të fundit bachelor. Në vit të parë dhe në vit të dytë nuk e kam menduar që do isha do jepja ndonjëherë mësim. Nuk, jo, sidomos në vit të parë nuk e kisha fare këto aspirata. Viti i parë është komplet tjetër. Po as në vit të dytë, se në vit të dytë unë kisha bumin e klubeve. Edhe akoma nuk e dija se ç'a dua të bëja, e mendoja si gjë, por nuk e mendoja që mund ta bëja unë një ditë. Dhe vetëm në vit të tretë më pas, se më lejohet ta them, unë kam bërë dhe studimet master, i kam përfunduar po në epokë. Dhe në vit të tretë filloi duke u konkretizuar pak rruga që unë do vazhdoj. Dhe vazhdova si teaching assistant në fillim këtu. Pra ndërkohë që bëja studimet e masterit, para dite ishe teaching assistant. Dhe orën e parë që jam futur, duke dhënë ndihmesa të vogla studentëve në laborator, aty kam thënë që po, unë do vi një ditë dhe do jem si assistant lecturer këtu. Dhe është shumë histori e bukur që si shteta vetë e kuptove pasionin tënd që në hapat e parë dhe pastaj e ndoqe deri më vonë. Ka ndonjë histori që ka ngelur nga periudha studentore që është ndoshta qesharake, ndoshta jo aq shumë ose emocionale? Ka gjëja që mua më ka bërë shumë përshtypje, ka qenë pas tërmetit. Pra, ajo ka qenë diçka që unë akoma, duke qenë se zgjedhjet për president ishin në dhjetor, tërmeti ndodhi në nëntor, unë akoma nuk isha officially presidente. Mirë po presidenti e kaluar që kishte mbaruar, domethënë studimet e bachelorit në epokë dhe për momentin ai vend ishte vakant dhe s'kishte se kush ato 2 muaj se të zgjidhte presidente tjetër, s'kishte se kush ta mbulonte atë rol. Dhe diçka shumë që mua më ka prekur shumë ka qenë pjesa e tërmetit, duke qenë se ishte edhe në Durrës edhe më preku vërtet, shikoja dhe familje të tjera që vuanin edhe dilja në rrugët e qytetit edhe shikoja familje me valixhe në dorë edhe më vinin pastaj kërkesa nga student, nga shok, nga shoqe që më thoshin se kishin provimet për pak, janë midtermat në dhjetor, edhe kishin provim se ja bëjmë provimet, por në është për shpia, domethënë se pse ja bëjmë provimet. Edhe ka qenë periudhë shumë emocionuese për mua. Unë akoma s'isha presidente edhe kam mbledhur të gjithë shqetësimet e studentëve, thjesht sepse doja, jo sepse e kisha nga posti, se s'isha zgjedh akoma. Po, ishte dëshirë e brendshme. Dhe unë dëgjova që kishte një mbledhje të senatit akademik, edhe unë thashë di se është puna unë të futem. Do futem në senat akademik dhe do ja tregoj të gjitha, domethënë, çka ka ndodhur te studentët tanë. Dhe aty kisha grumbulluar foto, kisha grumbulluar video, kisha grumbulluar emra të studentëve që ishin prekur goxha edhe aty ka qenë një moment shumë emocional, jo vetëm për mua, por për të gjithë pjesëtarët e senatit akademik, domethënë, se është më ndryshe kur e shikon, e vizualizon, ka qenë shumë emocional. Unë e mbaj mend atëherë, domethënë, më jam mbushur syt me lot, ndërkohë që i kisha parë më përpara të foto, si i kisha mbledhur, domethënë, unë isha ajo që i kisha mbledhur. Por prapa i momenti dhe kur i shpërndava në senat akademik pastaj, ishte shumë moment emocionues, edhe aty kam gjetë përkraje të padiskutueshme më pas nga senati akademik që u shtyn midtermat, gjë që të them të drejtën këtu në epokë. Nuk para ndodh. Shumë e vështirë të ndodh. Gjithsesi vendimet të guximshme ka nevojë për hapa të guximshme, edhe deri tani ju e keni treguar që nuk keni pasur ndrojtje ndaj këtyre qasjeve. Dhe vetë thash që kur u futët si teaching assistant për të parë, e kuptuat që kishit qejf që të vazhdonit ndoshta dhe i pozitë më të lartë. Por kur arrite këtë pozitë më të lartë, kur u futët kështu, herën e parë në klasë, a ishte më ky guxim? Ishte më zyshe e guximshme, amela e guximshme më shumë se zyshe e guximshme? Apo u dro zëri te prezantimi i parë?
Momenti I parë, unë kam pasur vetëm një pyetje që ka qenë të gjithë kohës në mendjen time. Edhe pyetja ishte, a do më kuptojnë? Domethënë ky ishte shqetësimi im I vetëm. A do jem unë mjaftueshëm me qartë edhe nëse unë nuk jam me qartë, a do kenë ato lirshmërinë për të më thënë mua që jo zysha unë nuk jam me qartë? Domethënë kjo ka qenë pjesa më kryesore që gjatë gjithë kohës më ka munduar, jo vetëm në hapin e parë, jo vetëm në orën e parë që kam bërë, po edhe në vazhdim, edhe gjatë gjithë kohës këtë e kam në mendje, teksa shpjegoj. Kjo është e vetmja gjë. Më pas tek pjesa akademike, pjesa e njohurive, këtu normalisht nuk I vjen dyshim. Nuk I vjen dyshim veten. Dhe pikërisht tek marrëdhënia student pedagog, që tashmë ju jeni rolin e pedagogut dhe studentët vinë tek ju. Si është kjo marrëdhënie tani? Si ju njohin si zysha, si Amela, duhet qenë se në moshën e relativisht e re. Dhe mund të ndodhi ndonjëherë si është ti mbash to raportet midis që mos kalohet ai caku ose Po. Në të drejtë unë nuk e gjej të vështirë. Nuk e gjej të vështirë. E di pse, sepse pedagogu, sido që të jetë, sado I ri të jetë në moshë, kur hyn pedagogu në auditor, e pushton auditorin. Unë me këtë mendim janë, me autoritetin që ka, thjesht statusi që ka që ai njeri është pedagogu kësaj lënde dhe studentët e dinë këtë gjë, të jep një lloj veshjeje ndryshe dhe një lloj autoriteti ndryshe. Dhe them të drejtë, unë jam munduar që ta zbuz pak këtë autoritet, duke qenë më afër studentëve, sepse mendoj se studentët duhet të kenë, duke pasur këtë barë, këtë veshje akademikët, shpeshherë studentët nuk kanë lirshmërinë na pyesen për gjëra që nuk I kuptojnë, qofshin edhe tek leksioni ose tek ora e seminarit. Dhe kjo është një plus që ju keni, duke qenë se keni qenë shumë afër për vetë studentët dhe keni pasur këtë lloj raporti dhe I kuptoni më mirë. Po, unë kam fatin e madh që sot punoj me pedagogët që unë I kam pasur pedagogët e mi, domethënë. Edhe e vetme gjë që mund të marr është më të mirat prej tyre normalisht dhe duke qenë edhe vetë studente, pra kam të dyja këto shtylla, që më ndihmojnë shumë të vendos edhe limite, por t'i lejoj edhe fleksibilitet studentëve dhe lirshmëri për të pyetur. A ka momente që shikon një student në klasë e thua po sillesha unë? Po, patjetër. Qoftë për mirë, qoftë për keq. Patjetër. Ka shumë, domethënë që nga mënyra se si futen në klasë. Si futen në klasë. Që nga vendi se ku ulen. Domethënë kjo është komplet një gjë që unë them sa të parashikueshëm janë, domethënë. Dallohet kush është që në seancën leksionin e parë, dallohet kush është kush. Dallohet, e madje edhe gjatë provimeve dallohet, edhe një gjë që e kam vënë re është studentët, për shembull, kur është provimi midterm ose final, mundohen të bëjnë ca skena të vogla për të komunikuar ose për të ulur afër një studente që mëson, për të pasur ndonjë mundësi për të folur e gjitha këto me radhë, edhe aty më kujtohet që domethënë ku ulesha unë, edhe ku uleshin ato studentët e tjerë, shokët e mi të klasës, domethënë edhe tani që jam zysh dhe monitoroj këtë pjesën e provimeve të lëndës, e kuptoj shumë mirë edhe e kuptoj shumë mirë skemën që kanë që nga mënyra se si janë ulur. Që nga mënyra se si rrinë para se të ulen. Po, edhe kjo ju bën juve shumë të parashikueshëm. Ta që e thatë, pensoj se ata që dhe dëgjojnë do mundohen që të krijojnë një mënyrë tjetër që mos bëhen. Po, tani kanë alternativa se si mund të bëhen pak më kreativ. Kjo është një mënyrë nxitje, në një farë forme, mund ta shohim dhe kështu. A ka ndonjë moment të veçantë me ndonjë student që të kalon përshtypje? Plot, unë kam pothuajse, ky është viti 4 që unë jam mësim. Po janë disa momente shumë të vogla që ndoshta për studentin nuk kanë pesh, po për ne, për mua personalisht ka shumë pesh. Dhe kanë qenë dy momente shumë të bukura. Një moment ka qenë, ti e di, se ne bëjmë mësim bashkë, dhe kemi një semestër, her pas herë kemi këto quizet, që I kemi pjesë të lëndës, po, programet edhe ju e dini që aty, juve tani jeni në gjendje që të përdorni telefonin vetëm si makinë llogaritse. Po. Edhe përpara quizit, po më përpara, pra, jo si vjet, se si vjet sikur është strukturuar pak. Po më përpara kisha një student, se I thoj gjithmonë merrni makinën llogaritse sepse do ju duhet gjatë quizit. Po. As kur si merr. Edhe as kur si merr.
Edhe kishte shumë studentë që nuk i kishin marrë atë orën e parë të kuicit, edhe i thash, pse s'keni marrë akina llogaritë, po ju thosha se ne harruam me kështu ashtu. Okej, a mund ta përdorim telefonin? Okej, thash pa problem, përdorni telefonin, për sa kohë që e mbani vetëm te makina llogaritë, për mua s'ka problem. Studentët e tjerë që po vuanin duke bërë llogaritjet, thanë, po ne domethënë pse se kemi në telefon, pse kjo ndarje kështu. Thash kushdo që do të bëj llogari mund të përdorni telefonin për sa kohë që juve e mbani vetëm këtu. Dhe e nxorën, okej, vazhdojnë duke bërë këto llogaritjet dhe jam habitur edhe unë edhe një kolege tjetër ime që ishim në invigilators në klasë, jam habitur që ata as nuk tentonin që në skrinën e telefonit të tyre të kishin diçka tjetër përveç makinës llogaritëse. Domethënë as nuk e tentonin pra këto nuk kishte as nga ato raste që u hapën të gjitha platformat e Google, nuk kishte. O fare, madje thoshin, zysha të lutem, a mund të vish pak sepse unë do përdor telefonin si makinë llogaritëse këtu. Domethënë dhe kjo ka qenë është një formë sensibilizimi shumë e fuqishme. Kjo të vlen më shumë se çdo leksion, mendoj unë. Ky është ndryshim mendësie. Nuk është pikërisht mendësia juaj si pedagoge gëzoni më shumë kur klasa rezulton shumë mirë, pra dalin nota shumë të larta, apo gëzoni më shumë kur nxënësit paraqesin kështu lloj progresi, qoftë akademik, po qoftë edhe social, le të themi. Po, shiko, çdo pedagoge merr feedbackun edhe kur studentët dalin mirë, për ne është krenari, sepse ne jemi shumë të lumtur që kemi qenë pjesë e formimit të tyre. Por ndryshimi i mendësisë dhe ndryshimi kaq gradual i kësaj mendësie, mua më jep kënaqësinë më të madhe. Sepse kjo është një gjë që nuk i vlen vetëm për të marrë ato notat, por kjo është një gjë që do i vlej edhe pas bachelorit. Patjetër, kudo që të shkosh, nuk ka rëndësi nëse vazhdon ose jo degën, rëndësi ka çfarë vlerash kemi si njerëz. Ndonjëherë kur i shikoni qoftë nëpër korridore ose qoftë duke bërë kështu nismash, siç është këto nismat e reja, konkurset e reja, a mendoni po të isha edhe njerëz studente, do i bëja shumë më mirë këto. Po të kisha këto mundësi që kanë sot, sepse duhet ta pranojmë që mundësitë çdo vit rriten. Janë goxha rriten akoma më shumë. A mendoni që do kisha bërë më mirë? Ta kisha edhe një herë atë mundësi. Unë do doja shumë të isha studente edhe tani. Shumë. Sidomos në epokë njerë, do doja shumë se kampus i është zgjeruar, që në kohën që kam qenë studente, mundësit janë akoma më të shumta. Pra ti, shikoj, ja tani ne të dy jemi në një podcast. Në 2017-2018, kujt ja merrte mendje, domethënë që epoka do arrite të kishte një podcast. Domethënë ne nuk e imagjinonim dot një gjë të tillë, domethënë si ishte fare në plan. Fare, nuk e kishim ide për të krijuar evente, aktivitete, po jo gjëra të tilla, domethënë. Edhe si kjo ideja e podcastit ka dhe shumë ide të tjera që duhet të vinë nga studentët, po. Por vinë normalisht në mënyrë graduale dhe gjithmonë teksa i shikoj, edhe teksa hyj edhe akoma te këto klubet studentore ose tek zyra e klubeve në epokë, edhe Dean of Student, them tisha dhe unë një herë studente, do ta kisha bërë ndryshe këtë aktivitetin ose do e kisha marrë këtë aktivitet. Do kisha bërë nano. Po, kështu them tani, po ndoshta s'do e kisha bërë. Po unë mundohem, pra edhe tani, edhe pse jam part-time në universitet, jam pjesë e disa klubeve, tek më shumti, tek Innovation Club edhe tek Women Leadership Club, ku jam advisor, dhe prandaj kam dashur që të jem pjesë e klubeve, pra edhe për të parë, edhe për të njohur pak më shumë të studentët, se studentët nuk e njohin dot pedagogun, profesorin në lëndës, nuk e njohin dot në leksione ashtu si se njohin nëpër klube. Është tjetër njohje, është tjetër komunikim. Kështu që edhe për të qenë afër klubeve, po edhe për të dhënë ide, doja të isha akoma pjesë e këtyre klubeve. Patjetër, dhe si mendon që do mendonte Amelia studente për Amelian pedagoge? A do i pëlqeja vetes? A do i pëlqente vetes? Çfarë kritikash do i jepje vetes po të ishe studente? Po të isha studente, çfarë do i thoja vetes? Mendoj se çdo ditë pasi mbaroj mësimin, është një ritual që unë e bëj çdo herë që jap mësim. Pra, shkoj edhe reflektoj dhe them si mund ta shpjegoja pak më ndryshe, sepse normalisht kur i shikoj studentët, them ka nga ato që unë e kuptoj shumë mirë që më ndjekin, e kuptojnë,
atë që unë them, po ka dhe disa të tjerë, për hir të vërtetës, që ndoshta nuk ndjekin, ndoshta e kanë vështirë të fokusohen, edhe kjo është kritika më e madhe që unë i bëj vetes. Dhe nëse Amela do ishte studente, përsëri këtë gjë do t'i thoja. Përsëri këtë gjë do i thoja. Do i thoja Amelës si zysh, pra Amelës si pedagoge, do i thoja që gjej një mënyrë ndoshta tjetër, një mënyrë më inovative për të më rrëmbyer mua vëmendjen. Po si zysh Amelës studente, çfarë do i thoja? Tani Amelës të 2017-2018 do i thoja vetëm që ki pak më shumë pritshmëri nga vetja, duke qenë se unë tash kur erdha në fillim mendojnë që mund të kisha ecur më shpejt. Po, ndoshta mund të kisha ecur më shpejt, ndoshta mund të kisha bërë pak më shumë gjëra dhe do i thoja ti nuk e di akoma se çfarë të pret, domethënë, se ke ide se çfarë të pret, që asnjë nga ato gjëra që më ndodhen më pas në epokë nuk ishte pjesë e planit tim. Ajo është e bukur. Ajo është e bukur që ne nuk e dim çfarë na pret. Prandaj e kam shijuar kaq shumë. Dhe vendosim tëra pritshmëri dhe në fund dalin tëra pritshmëri. Ideja është që gjithmonë të jemi thonë mendje hapur ndaj çdo mundësie të re. Kur shikon pedagogët, tani që je vetë pedagoge, a thua ndoshta kam qenë pak shumë, kur isha studente ankohesha shumë për ata. Kam pasur të drejtë për këto gjëra që na flisnin. Po, patjetër, ajo ndodh dhe shiko, unë kam arritur që edhe kur isha teaching po edhe kur isha në vit të tretë, nuk e di pse, kisha duke pasur një komunikim shumë të ngrohtë me pedagogët. Pra, kam pasur gjithmonë një komunikim të përzemërt, pra ka qenë tranzicion shumë i thjeshtë. Po, ka qenë tranzicion i thjeshtë edhe kur i shikoja, sepse unë i njihja pedagogët edhe nga klubet studentore, edhe i kuptoja për veprimet që bënin në klasë. Pra, i kuptoja për ato quizet, i kuptoja për ato homeworks, i kuptoja kur na ngrinin në orët e laboratorit në kompjuter ose në DRAS. Pra të gjitha këto ti e di që edhe unë sot i praktikoj këto gjëra si pedagoge, kështu që. Patjetër. Dua të bëj një pyetje, një thumbim të vogël që ndoshta midis pedagogëve, a ka ndonjëherë përplasje në një xhelozi profesionale gjithmonë flasin te kjo që pse studentët duan më shumë atë pedagogun ose pse mua nuk më duan, se pse dalin më mirë tek lënda a ka kështu përplasjesh? Të them të drejtën, personalisht unë nuk e kam ndjer. Nuk e ke ndjer. Ndoshta është fakti që unë jam part-time, mendoj nuk e di. Pra, por personalisht nuk e kam ndjer. Unë thash unë kam fatin e madh që të punoj me pedagogët që unë i kam pasur vetë pedagogë dhe thashë më e shumta që mund të marr për tyre është ajo gjëja më e mirë që ato kanë bërë. Pra, aftësitë e tyre më të mira, mua më takon që ti marr edhe ti përshtas sipas llojit të studentëve që un kam. Pra, të marrësh më të mirën e gjithë secilit. Dhe kur je në pozicion të tillë, këto lloj xhelozish nuk ekzistojnë. Madje unë edhe sot shpesh herë dhe shkoj tek ish pedagogët e mi dhe i pyes, domethënë, kam këtë situatë me studentët që mendojnë gjithmonë një sy i dytë dhe një tretë është goxha pozitiv, është shumë i mirë. Dhe thash, duke qenë në këtë lloj pozitash nuk ka vend për xhelozi. Nuk e pasur asnjëherë. As vetë, as nuk e kam ndjer. As nuk e ke ndjer, as nuk e ke shkaktuar le të themi. Jo. Për te lëndëve që ju jepni në auditore dhe në përklasa, çfarë është një mesazh që ju doni të lini, pra një mësim që ju doni të lini studentëve për te atyre llogaritjeve të vështira që kanë? Unë mendoj se sot ju, fal Zotit, pra, keni akses në shumë informacion. Dhe ndonjëherë edhe ato detyra ndoshta që unë mund t'ju jap, ose vetë që mund t'ju jap, juve mund të gjeni diku tjetër, edhe ndoshta mund të gjeni edhe më shpejt. Por ideja është që profesorët ose pedagogët sot nuk duhet të kenë atë imazhin e një figure që jep leksionet edhe del nga klasa. Për mendimin tim sot ajo çka unë po mundohem të bëj të paktën është të jem një udhërrëfyes i dijes së studentëve. Pra, t'i them studentët, t'i kanalizoj studentët në mënyrë që ata të zgjidhin vetë problemin që kanë. Pra, pa dhe të zhvilloj atë që ne shpesh herë e harrojmë, edhe sot më vjen shumë keq që po harrohet nga inteligjenca artificiale e tjera me radhë, por është shumë e rëndësishme është ajo critical thinking. Pra, ajo çka unë dua është që studentët e mi të kenë këtë lloj aftësie, pra critical thinking, dhe më vonë të përballen me problemet e tyre dhe të dinë vetë se si të zgjidhin këtë lloj problemesh. Kjo është, në qoftë se do dua, për shembull, që të më kujtojnë studentët për diçka,
kjo do ishte, që Zysha na mësoi se si ne t'i zgjidhim vetë këto lloj problemesh. Pra, dhe të mos të drejtohemi ndoshta në zgjidhjen më të shpejt që mund të jetë e përkohshme dhe mund të mos ketë vlerë aty për momentin. Dhe gjithashtu studentët do mbajnë mend që Zysha ishte pjesë e një podcasti shumë të bukur. Po. Dhe për ta përmbyllur të gjithën, Zysha çfarë do ishte një këshill që do jepte të gjithë studentëve që po na ndjekin dhe duan dhe mendojnë që dua të jem si Zysha, dua të jem si Amela. Nesër pas nesër, cilat ishte një mesazh, një këshill për të gjithë ata? E para punës do i thoja që mos ta krahasoni veten as me Zyshën, as me Amelën, as me Redin, as me këdo. E dyta do ishte që të bëjnë atë që ata pëlqejnë, atë që ata duan, aty ku ata ndjejnë kënaqësi, sepse kjo është mënyra vetme se ata nuk do lodhen kurrë nga profesioni vet. Pra në qoftë se ata nesër të dalin në jetë dhe do e duan profesionin që bëjnë, ato nuk do lodhen kurrë së bëri këtë profesion dhe puna nuk do i rëndohet asnjëherë. Kështu që në momentin që ti gjen se çfarë do, gjen miq të mirë, që është shumë e rëndësishme, që janë pjesë e rrugtimin tënd, atëherë aty merr çdo gjë kuptim. Kështu që unë këtë do i thoja studentëve, këtë këshill do i jepja. Gjeni atë që juve doni të bëni dhe ndajeni këtë gjë me njerëzit që ju doni më së shumti. Shumë faleminderit Zysha. Faleminderit juve Redi dhe të përgëzoj shumë për iniciativën që ke marrë. Shumë Dhe faleminderit. të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Të ndërosh është diçka, të realizosh është diçka tjetër. Po çfarë do ishte ëndra nëse do kishte kufi? Ky ishte Epokast, unë jam Redi Alidini dhe shihemi në episodin e radhës. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në këtë episod të Epokast. Për disa të tjerë, universiteti... Ja. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në këtë episod të radhës të Epokast. Unë jam Redi dhe asgjë. Edhe herë. Dhe ne të gjithë besoj të ftuarit duan të dinë që kush është Amela në të vërtetë për te këtyre posteve. Amela është një ish student e Epokës, një alumnaj e Epokës. Trashën fare, drita mëngjes. Po mirë, për hyrjen, prapë do ta bëjmë hyrjen? Shumë faleminderit. Dhe të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Nuk e rënduje? Me kohën? Si ishte? Tashi